Përshëndetje shenja dashit, kjo është panorama e interpretimit javor. Java për ju hapet me kartën Gjarpri, e cila është një energji që kërkon kujdes dhe vëmendje. Gjarpri shpesh lidhet me situata komplekse, prapaskena, xhelozi ose njerëz që nuk tregojnë menjëherë qëllimet e tyre të vërteta. Kjo nuk do të thotë domosdoshmërisht se dikush po vepron kundër jush, por se jo çdo gjë është aq e thjeshtë sa duket në pamje të parë. Gjatë kësaj jave do të jetë e rëndësishme të vëzhgoni më shumë dhe të reagoni më pak. Pra, mund të ketë një situatë ndërlikuar ose të paqartë që kërkon mençuri, durim dhe aftësinë për të parë përtej asaj që duket në sipërfaqe. Ose ndoshta mund të zbuloni një të vërtetë të fshehur, ose ndoshta ju vetë mund të ndryshoni mënyrën se si e shihni një situatë apo person të caktuar. Fshesa. Kjo kartë sill energjinë e pastrimit dhe të ballafaqimit. Mund të lindin biseda që nuk mund të shmangen më ose situata që kërkojnë sqarim. Fshesa zakonisht largon atë që është ngrumbulluar prej kohësh, qoftë tension, keq kuptim apo barre emocionale. Ndonjëherë ky proces nuk është i rehatshëm, por është i nevojshëm për të krijuar hapësirë për diçka më të shëndetshme. Kulla. Kulla flet për distancën, kufijtë, të kaluarën dhe izolimin. Mund të ndjeni nevojën të tërhiqeni pak nga zhurma e jashtme për të kuptuar më mirë një situatë. Në disa raste kjo kartë lidhet me institucione, struktura ose çështje që kërkojnë një qasje më të ftohtë dhe më logjike. Kulla ju kujton se jo çdo betejë fitohet duke qenë në qendër të turmës. Kryqi. Kryqi është karta e sfidave, është karta e përgjegjësive, është karta e mësimeve që nuk mund të shmangen. Mund të ekzistojë një barre emocionale ose një situatë që ju kërkon durim dhe forcë të brendshme. Megjithatë, kryqi nuk flet vetëm për vështirësi, ai flet edhe për kuptimin që lind pasi e kaloni një provë. Kjo kartë sugjeron se java ka një temë të rëndësishme shpirtërore ose personale që kërkon vëmendjen tuaj. Yjet. Pas kartave të rënda vjen një energji shumë e lehtë dhe më frymëzuese. Yjet sjellin qartësi, sjellin shpresë dhe ndjesinë se po filloni të kuptoni drejtimin e duhur. Kjo është një kartë e intuitës dhe e besimit tek rruga që po hapet para jush. Edhe nëse nuk keni ende të gjitha përgjigjet, duket se filloni të ndjeni se gjërat po lidhen mes tyre. Libri. Libri tregon se jo gjithçka është zbuluar ende. Ka informacione, ka ndjenja ose të vërteta që vazhdojnë të qëndrojnë të fshehura. Mund të jeni në procesin e të mësuarit të diçkaje të rëndësishme ose të kuptimit të një situate që ndoshta ende nuk është hapur plotësisht para jush. Kjo kartë ju këshillon të mos nxirrni përfundime të shpejta. Unaza. Karta e fundit flet për angazhim, marrëveshje, cikle dhe lidhje që kanë potencial të zgjasin. Mund të ketë të bëjë me një marrëdhënie për disa nga ju. Për disa të tjerë mund të flas për një bashkëpunim ose një premtim që merr më shumë rëndësi. Pas gjithë procesit të javës, unaza sugjeron se po afroheni drejt një forme më të qartë stabiliteti dhe përkushtimi. Karta e sfidës që më ra për ju është karta takim romantik. Dhe kjo kartë tregon se gjatë javës mund të jetë e vështirë të gjeni kohën, disponimin ose
afërsinë emocionale që dëshironi me një person të rëndësishëm. Sfida juaj është të mos lejoni që shqetësimet, distanca emocionale ose ngarkesat e përditshme t'ju largojnë nga lidhjet që kanë vlerë për ju. Si kartë bekimi, më ra karta narcisizëm. Kjo kartë ju thret të vendosni veten dhe nevojat tuaja në plan të parë, pa pasur ndjenja faji. Kjo kartë ju kujton gjithashtu se respekti për veten, kufijtë e shëndetshëm dhe vetë vlerësimi janë forma të domosdoshme të dashurisë ndaj vetes. Në Prism Oracle kemi izolimi. Kjo javë ju thret të tërhiqeni përkohësisht nga zhurma e jashtme, në mënyrë që të dëgjoni më qartë zërin e intuitës dhe të kuptoni se çfarë ka vlerë vërtet për ju. Pra, gjatë kësaj jave është e nevojshme të shihni përtej dukjes, të pastroni atë që ju rëndon dhe t'i besoni intuitës suaj. Edhe pse disa përgjigje mbeten ende të fshehura, rrugëtimi juaj mund ta gjejë destinin. Nëse unë do t'i jepja një titull kësaj panorame për ju do të ishte: përmes sprovave dhe të vërtetave të fshehura, po afroheni drejt një qartësie që nuk mund të tronditet.